me qenë se dollët tek stigma. Ndër vite ne kemi folur dhe kemi thënë që problemet e shëndetit mendor janë të stigmatizuara. Si ka ardhur kohët e fundit, sa e pranishme është stigma tek këto persona? Nuk e mohojmë atë që vazhdon të jetë hezitimi për të ardhur tek një profesionist i shëndetit mendor apo për ta pranuar që ky problem lidhet me shëndetin mendor, por krahasimisht dhe mua gjithmonë më pëlqen ta bëj me COVID-19 këtë gjë, sepse duken si dy epoka. Si dy epoka vërtet, sepse vërtet jemi të fokusuar te shëndeti jon i përgjithshëm. Por COVID-i dha vëmendje tek shëndeti ynë që mund të cënohej edhe nga një viroz, por dhe tek shëndeti mendor sepse ishte një traumë mbar botërore. Kështu që shqetësimet ishin të pranishme pothuajse tek të gjithë. Shumë pak mund të kenë shpëtuar nga stresi akut dhe nga stresi post-traumatik i cili vazhdon të jetë i pranishëm në popullat, kështu që të gjetur në një fushë betejë të gjithë dhe të dalë nga kjo betejë të gjithë me ato problemet tona, tani kemi më pak stigëm për t'i treguar dhe për t'i pranuar. Në një bisedë me njëri tjetrin, kur dikush tregon për ankthet e veta, shumë shpejt mund gjesh e kam kaluar dhe unë, ose vërtet ankth është ky, po shiko se më duket se e kam dhe unë. A na ndihmon ta flasim? Patjetër. Kjo është një gjë e mirë edhe për të bërë një lloj psikoterapie të grupit, për si mund ta kem kaluar unë ose kur e kapa unë kisha këto shenja, por edhe për të gjetur mënyrën e ndërhyrjes shumë më shpejt.